Po edhe ko burën me vete? E ko burë më kalon amanet, Isa Boletini, kjo është një armë shqiptare, qëre është tirë me gjetë edhe nuk është tirë me gjetë, është shtirë me i blesë, është një veshje e shtrejt, një veshje me mira, e gjitha kombeve, e gjitha feve, veshja kombëtare shqiptare është veshja me e mira, edhe sot kam dalë para kushtrimit, para televizionit quvë, mi të regue Serbisë, dem babadem, kjo është vendi jam, kjo tokë është autoktone, shqiptara i lire, dardane. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Sot më the se farditja është, unë sot e di që është një ditë pak si e veçantë për neve, po çfarë do të më na thush ti për lidhje me këtë ditë? Po ajo shumë e vërtet, qysh e the ti, qysh e fillove ti, e unë e kështu pe pambarej. Sot është ditë historike, ditë pikëllimi, ditë idhënimi që ushtria dhe policia serbe në luftën familja e Shari edhe lufta mes ushtrisë dhe policia serbe janë vëra 52 antarë familjes, e vetëmja besarda që ka shpetue për asaj lufte. Do më thonë është ditë pikëllimi, ditë mërzije, po edhe është ditë krenarie, se ajo luftë, guerile e Shareve, ne ka sjellë këtë liri, këtë pavarësi. Pra, lavdi, familjes Jasharaj, edhe krejt familjeve luftarake, edhe krejt ushtarëve të QK-s, të cilët kanë dek në luftën Kosovë-Serbi në vitin 1998-99. Falë këtyne njerëzve na sot e gëzona lirin, po qa ka bo shteti për njerëzit e pa gjetur, kur e dina që edhe një numër i madh i të pa gjeturve, familjarët e tyre i kërkojnë ende njerëzit e pa gjetur, edhe pse 25 vite u banën prej largimit forcave serbe për Kosovës. Shteti si shtet, për të pa gjeturit, për të zhdukurit, ka bue maksimalisht, ka kërkue o angazhue, por kot ka shkue. Pse? 8 kryeminista për para Albinit që kanë qenë, kanë kërkue, kanë hulumtue edhe Albini, edhe krejt dhe më thonë. Une nuk i fasej as një kryesi për të pa gjeturit. Krejt kemë varet pej ndërkombëtarëve, pej Evropës historike, pej Evropës shtrik. Ata do më thonë e kanë fjallën, ata e në fajtor, nuk janë fajtor do më thonë kryesia e tanishme, pas kryesit e më përpashme për të pa gjeturit. Sot, për shumë që je vesh taman me tradicionale, çdo herë do ditë ti kur ka diçka më të veçantë, ti veshësh me këtë veshje. Po, rendi është asësoje, qëre, na mos të harrojmë traditat kombëtare, traditat shqiptare. Unë e veshjen kombëtare, në ditët e veçanta, ditët karakteristike, në festa kombëtare, e sot është një feste madhe kombëtare, lufta e Jasharajve, edhe javlen me këtë veshje, edhe sot kam dalë para kushtrimit, para televizionit quvë, mi të regue Serbisë, dem babadem, kjo është vendi jam, kjo tokë është autoktone, shqiptara i lire, dardane e shqiptarve, e jo aty në ardhacakve, që kanë arë pej Karpateve të Rusijës, për që ta unë i veshjen kombëtare. Me sa nostalgji e runë këtë veshje, se sot është më shumë shtirë mi gjetë. Qëre, është shtirë me gjetë edhe nuk është shtirë me gjetë. është shtirë me i blesë, është një veshje e shtrejt, një veshje me mira, e gjitha kombeve, e gjitha feve, veshja kombëtare shqiptare është veshja me e mira, e unë e veshje mas lutës, se para lutës s'ko mujtë. Unë ty edhe ma heret kom pas të regu edhe shumë gazetare din që 90 nishën, 1990 nishën mund pa të largue pej bankës,
Vesh 13 vjet na kanë pas largue sistemi i Miloshit atëherë. Nuk kom mujt me ble, s'kom mujt. E si e kena kry luftën, e fitum luftën, u ktheva në bank, gjenë mu punëson të dytë, i kom ble, sot i vesh, jom krenar me këtë veshje komtare, i veshin ditët e veçanta. Po edhe ko burën me vete? E ko burë më kalon amanet, Isa Boletini, kjo është një armë shqiptarët e kanë bajt këtë armë mas shumëti. Kushtem të edhin që kjo është e plastike, s'poni aku për shtatë. Për parimi që dhe kemë ta marrë me majtë. Po brethe këtë majone, dhe shaj Nasradini ka majtë kep në rjashtek, po te po në ty ma majti, jo vëllaj shte e kur. Më në të ta majtë se... Ja. E pjene ta prej. Ja, ane më prek, pak prek. E boshi ditën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Zoti, e kalosh mirë. Faleminderit.